Elton, siç besoj është duke u votuar dhe tani, sonte do të njohim edhe finalistin e parë të Big Brother dhe për këtë janë në garë, po themi në televotim, Rozana dhe Gerta. Sipas teje, kush mendoni që do jetë finalistja e parë dhe pse? Në bastë dëgjoj, të dyja vajzat e meritojnë. Tash të lëmë janë çik tifozlikun, për edhe shoqërinë e ngushtë ka me Rozin, po faktikisht të dyja vajzat e meritojnë. Të dyja vajzat do shkojnë, nuk ka rëndësi kush shkon sot ose nesër. Më mbahet mend herës që kaloi për shembull, ai që vajti i pari në finale nuk ishte detyrimisht fituesi, fitoi tjetri. Egla, nuk fitoi Juli. Për shembull, po të marr një shembull. Nuk ka rëndësi ku shkon, pavarësisht unë besoj fort që ka për të vajtur Rozana. Nga gjitha sondazhet që ne kemi bërë, madje edhe dje kemi qenë të mbledhur duke u marrë me këtë punë përpara se të vija këtej, me Andetën e me miqtan që merremi pak me këto. Sipas të gjitha sondazheve dhe të gjitha votimeve që neve kemi mbledhur, se kemi ngritur një grup database për të mbledhur të tëra votat që na dërgojnë me screenshot. Rozana është shumë mirë, është diku ke 65% të votave. Shpresoj shumë që të jetë Rozana, shpresoj shumë që ky votim të vazhdojë edhe për finalen. Edhe patjetër unë jam për Rozanën. Megjithse, prapë them, sido që të jetë puna, kushdo që të dalë sot nga vajzat, e sigurt është që ajo që ka për të, mbase nuk ka për të dalë sot, ka për të dalë nesër. Dhe kam përshtypjen se sot do të ketë një ballafaqim shumë të fortë midis asaj që nuk do hyjë në finale dhe Eglitakos. Në rrjet përçarkullon një video që Jozi po themi është drejtuar përsëri me disa fjalë ku shumica prej komentuesve i kanë cilësuar si fjalë jo të denja dhe mundësisht kanë kërkuar që të merren përsëri masa për Jozin, duke thënë që të përjashtohet edhe njëri nga Big Brotheri. Po aty çfarë fjalësh kanë thënë unë se kam parë këtë pjesë. Bëhet fjalë për unë i ka thënë ca që terma që nuk janë shumë etik për të përdorur. Po është video, ekziston. Është si video, po ekziston si video. Nëse duhet penalizohet Jozi, aty duhet penalizuar 3 banorë. Nuk ka pëlqyer jo 3, 2, më fal. Duhet të penalizohet, nëse do penalizohet Jozi, duhet penalizohet edhe Egli. Nuk më ka pëlqyer e tërë qasja që ka pasur Egli me 3-4 banorë. S'm ka pëlqyer qasja që ka pasur Egli ndaj Gjestit. Mënyra si është shprehur, me fjalë të hëngër të mortja, apo unë të kam sot deri këtu, apo unë bëra njëri, apo nuk e di, domethënë, të gjitha këto. Kundërshtime të ndryshme të produksionit që ma thoni edhe një herë, kujdes mikrofonin, se keni për të parë juve se çfarë ju bëj unë. Legend ordiner të tregoj unë ty kur dalim jashtë. Kto nuk janë fjalë që thuhen nga një femër, më vjen shumë keq. Dhe për më tepër një femër aq të artikuluar sa ajo pretendon të jetë dhe aq inteligjente, janë fjalë shumë të ulta që mund të përdoren ka shi banorëve të tjerë apo produksionit, për më tepër produksionit që është shumë e turpshme, ajo që unë e kam postuar dhe këtë. Në qoftë se Jozi ka bërë këtë, atëherë duhet penalizohet ai njësoj si Egli. Kam frikë mos është shkak pasojë. Mos Jozi është fryrë për fjalëve të Eglit. Egli po mundohet të bëjë lojën e Gjestit mbase për të nxjerrë banor me zarë ftëzi. Egli është vite dritë larg Gjestit. Më vjen shumë keq që Gjesti humbi 3 javë të plota duke ndetur në sjetullën e Eglit, humbi pikë si lojtar dhe më pëlqeu shumë këto 3 ditët e fundit që është shkëputur më në fund dhe ka rifunduar edhe një herë lojën. Duhet të jetë patjetër Gjesti ai që do konkurrojë me finalistin tjetër për çmimin e madh. Dhe mua më zhgënjeu fakti që po humbiste pikë. Dhe kam thënë edhe këtu te ju këtë gjë. Kështu që Rozana për mua është finalisti e parë dhe për kësaj përket këtyre të tjerëve pastaj nëse do penalizohet Jozi, si fillim duhet penalizuar Egli. Ndoshta kjo hyrja e dytë po e bën që të dalë me imazh më të rënuar se te e para. Po të them diçka, doli nga Big Brother vajti 370.000 ndjekës. Sot është 314.000, 3.000 më pak këto 3 ditë. Më kupton? Është imazhi ju rënua akoma dhe më shumë. Hyri për të vendosur dinjitetin në vend, po bëri një kalarëre, kaq asnjë gjë. E doli kundër Rozanës, që i ndeti 2 muaj në krah dhe e kishte shpatën. Që vetëm Egli dhe Neda thonë që s'është e vërtetë.
i doli kundra Danjës, i doli kundra Livjes, i ka dalë kundra Gjestit, do me thënë, i doli së fundmi kundra produksionit. Do me thënë, më duket një gjë që trimi i vetëm në kundër të gjithëve në luftë, apo Don Kishoti luftë me Mullin të Erës. Duket një gjë që është egzageruar shumë nga ana e saj. Më vjen shumë keq që ajo ka rizgjedhur të rihy. Unë kam qenë ai që e kam thënë edhe atëre që kjo vajzë duhet ta lindte shtëpinë për shkak të gjendjes së agravuar që pati kur ishte brenda. Më bë qefi shumë kur doli, e përkraha shumë, por u smarrova kur u rifut sepse thash, okay, këtu nuk bëhet fjalë për të vendosur dinjitet, këtu bëhet fjalë për të marrë famë. Dhe kurse si nuk kam dashur kur që të konfirmohen disa fjalë të tipit që ajo është karrieriste apo njeri që vuan për famë. Kur nuk e kam dashur. Nuk e vërtetova unë, na e vërtetoi vetë Egli këtë gjë. Elton, shumë faleminderit për kohën dhe shpresoj. Faleminderit ju dhe ishte kënaqësi sepse reagimin e kam bërë këtu te ju atëherë për netën, kështu që më takonte që ta bëja tek ju. Shpresoj që të mos kemi përsëri intervista për sherrë që mund ndodhin. Jo, ti di që unë nuk jam tip konfliktual, jam shumë i qetë. Edhe kur më unë. Si ajo e makinës që ti mund truhesh sa duhesh, po të bie tjetri nga mbrapa. Po, bie tjetri, po s'ke ç'a bën. Aksidentet ndodhin. Rosh, Elton, shumë faleminderit. Po që kemi sigurimin. Faleminderit shumë dhe të uroj faleminderit juve, gjithë mirë dhe ju përshëndes. Ciao.